Miq Prizmës, Edi Rama i gjendur para një situate e cila sigurisht nuk është në favorin e tij, është në disfavorin e madh të tij. Dhe për më tepër për fajet e tij, ka filluar në një farë mënyre sipas meje groteske të ndaj flamingizmin këtu kene dhe një disa koncepte këtë gabime kemi bërë dhe ne. Kemi ndarë ato njerëz normal, të cilët sigurisht nuk janë të dhunshëm, sigurisht kanë kërkesa. Dhe sigurisht ishin ditët e para. Kanë pakënaqësi për qeverisjen, mënyrat e qeverisit, etj. etj. Dhe flamingot që vazhdojnë, por që ata ishin fillim organizatorët, dhe një pjesë e tyre që dalin dhe para dite, pastaj bëjnë këto dhunët para kuvendit. Gjuhen me vezë, midis tyre ka dhe ata me gur, dhe që hapin kokat edhe të njëri tjetrit, po dëmtojnë edhe policinë. Të atyre vajzave që ulur asin si histerike, që bëjnë presion policisë, gjuhen policinë, dhe policinë që duron, sa duron, edhe pastaj ndërhyjnë në një farë mënyrë, i ndjek, por kryesisht shifen qartë planet që atyre që tentojnë të bëjnë një lloj dhune kashilleku policisë, kur policia në fakt është i vetmi institucion i cili mund të përdori forcën në demokraci. Edhe unë kam dhënë disa pamje të policive të ndryshme të cilët të zhgaravisin, nëse ti ju kthen dorë, ose nëse ti ju bërtet ke fytyra, ose të bën tentativa të dhunshme. Ato të marrin edhe në Gjermani, në Itali, në Itali sapo e mytën njërin prej tyre, tani vunë shihen me në fytë dhe vdiqej. Në Francë, po sidomos në Gjermani, Francë, Spanjë, vende demokracive të mëdha, sigurisht evropiane, por edhe në Holandë dhe në Britaninë e Madhe, United States, sigurisht atje të shalojnë, të marrin përpara dhe me kal, të grinë, shkurt muhabeti. Mirpo, tani që ka vendosur KM-ja jon të jetë me një pjesë të flamingove dhe t'ju thur elegjive të shkruaj hartime për flamingot, duket sigurisht kryeministri i flamingove. Në të vërtetë ai nuk është zgjedhur të jetë kryeministri i flamingove, po është zgjedhur të jetë kryeministri i Shqipërisë. Ai do të rregulloj punën me një pjesë të flamingove dhe protestës, sigurisht pastaj duke dalë burri mirë vetë dhe duke na lënë fajin ne të gjithë tjerëve, jo se jemi në krahun e tij, po që jemi në krahun e shtetit. Dhe ai harron shtetin në përgjithësi me hartimet e tij akoma adoleshente, ese adoleshente, fjalë të bukura dhe sigurisht skica, piktura që dalin pastaj meme, tipit e eseve me besën, koncepte beset cilat s'kan lidhje me realitetin e sotëm. Kryeministri nuk është zgjedhur nga 856.000 vota që të jetë njeri i besës, folklorizmit dhe kanunit. Nuk është zgjedhur për kanunin kryeministri i Shqipërisë, as për besën e shqiptarit, e cila në të vërtetë e di çfarë është. Është një praktik mesjetare shqiptare ku nuk sundon ligji, ku nuk ka ligj, që një vrasës ose një njeri që ka kryer një akt të rënd, i bjen troket në derë dhe i bjen në besë një personi që i hap derën dhe i jep besën. Mund të jetë edhe i fajshëm ai person, por nëse është dhënë besa, do të mbahet besa. Mund të jetë edhe i kërkuar dhe duhet mbajtur besa. Është praktik ku nuk ekzistonte ligji. Kryeministri nuk është zgjedhur të mbajë besën, kryeministri është zgjedhur që të zbatojë ligjin, dhe ligji duhet zbatuar edhe për policinë. Ligji duhet zbatuar edhe për flamingot, ligji duhet zbatuar edhe për zvërnecin, ligji duhet zbatuar edhe për sazanin, ligji duhet zbatuar në përgjithësi. Është i zgjedhur i popullit, i 856.000 e sa, nuk e di, 170, 270 votave, jo për besën, as për kanunin e lek Dukagjinit që thonë këta, as për atë që thot Mariana, për kanunin e maleve dhe rregullat e maleve, i jep leksione Mariana Koçeku e Edi Ramës.
Mariana 2 herë e pa besë, e para, sepse u tregua e pa besë me malësorët e saj që i thonë me kë po shkon me komunistat, i preun besë, po shkon me socialistat, me komunistat, dhe e dyta, ju bashkohet komunistave dhe i pret në besë edhe ato, i ikë prej tyre. 2 herë e pa besë, ajo, i jep leksione shefit Flamingove ose Edi Ramës, kryeministrit ton, duke i thënë ku merr vesh ti nga besa. Nuk ka më keq se sa kaq. S'ka më marrëzi se sa kaq. Dhe për më tepër kur pastaj i dilet policëve përpara dhe u lurin ato avokatët. Lëvizin, i gjuajnë edhe me gur, dhe policia është i detyruar të dëgjojë. Pastaj krijojnë edhe ndonjë akt dhunshëm dhe polici duhet durojë. Polici duhet veprojë si këta që kam nxjerrur, policia edhe policia demokratike. Sigurisht nuk mund të jetë gard dhe ushtri siç përdori fasho-komunisti ose bolsheviku dhe fashisti Sali Berisha, që vrau 4 bulevard dhe plagosi 34-35. Të evidentuar se janë plagosur 300. Unë nuk i bëj thirrje KM-s së Flamingove të jetë i tillë si e fashiste dhe komunist që e ka emrin Sali Berisha. Jo, ai duhet të jetë në mbrojtje të ligjit, jo të besës. E nuk i ka dhënë besën Flamingove, se sot ke një revolucion që quhet Flamingo. Nesër mund të kesh një revolucion tjetër, që është revolucioni majmunëve. Mas nesër mund të kesh një revolucion tjetër, i cili është revolucioni i hienave. Mas nesër duhet të kesh një revolucion tjetër, që është revolucioni i të luajturve mendsh. Nuk marrën revolucionet tuke ne. Po ti nuk je kryeministri i revolucionarëve. Nuk je kryeministri i cili i ndan Flamingot në të mirë dhe në të këqij. Flamingot 100 ditën e parë kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit. Si ata që ky i quan Flamingo të mirë për tu pasyra, imagjino tash unë të shoh veten, do ta shoh i kryeministri ke Flamingot. Imagjino tash çfarë hartimesh kryen kryeministri jon, dhe sigurisht i kryen këto hartime sepse ai është mësuar të përdori kështu esesh. Nuk i mbaron kur kryeministri ton adoleshenca e maturës. Ai kujton se është gjithmonë në provimin e hartimit në maturë. Dhe në raste kështu, mobilizimi të përgjithshëm përdor hartimin e maturës. Ai nuk është adoleshent, ka kryer eseja. Ai është kryeministri i Shqipërisë. Nuk mund ta skicojë situatën. Skicat i ka për profesionin e tij, piktorin ose vizatimin, po jo për shtetin. Unë e kuptoj që mund të ketë dëshirën për ta bërë shteti, por nuk është me dëshirë kjo punë, është me ligj. Çfarë do t'i shikosh Flamingove? Çfarë do reflektosh për Flamingove? Kanë kërkuar ditën e parë dorëheqjen e panegociueshme. Dhe kanë thënë që ditën e parë të gjithë një zëri kanë bërtit Ramanburg, Berishanburg. Kë do negociosh për tyre? Kë do të negociosh? Dorëheqjen apo do negociosh Ramanburg, Berishanburg? Që ditën e parë, si Flamingot e mirë, si korbat e zorrat e ku diun se çfarë thot në hartimit e tij kryeministri, këto kanë kërkuar dorëheqjen dhe Ramanburg, Berishanburg. I kjo është esenca. Çfarë do të reflektosh? Ku është reflektimi? Reflektimi është t'japësh dorëheqjen. Ose reflektimi është shkosh në burg, po vetë nuk shkon në burg. Këta nuk kanë takat, këta janë Flamingo. Këta kujtojnë se mund ta zëvendësojnë shtetin me marrëzirat e tyre, me shpikjet e tyre, me gomardhëqjet e tyre që zhdukin sistem komplet, këta duan sistem të ri, shpikin këta sistemin, e kanë shpikur këta sistemin. Në këtë pikë, po e përsëris edhe një herë. Nuk mbahet shteti as me ese, hartime, dhe as me skica, vizatime. Mbahet me ligje. Dhe nuk ka pse të reflektojmë për një palë Flamingo, që pastaj të fillojmë të ndajmë ne kush janë korbat edhe sorrat. Këto janë qëllime esesh, hartimesh. Këto nuk kanë të bëjnë me shtetin. Dhe sigurisht, ato policët aty mos ja merr erzin
për disa flamingeshave dhe të shmendurave dhe idioteve që dalin atje. Që s'kan lidhje as me shtetin, nuk kanë lidhje as me njerëzillegun, nuk kanë lidhje as me moralin. I thon vetes edhe avokate, ç'as që thon veten. Edhe atyre që qellojnë me gur, dhe ato që i pshtyjnë, dhe ata që i shajnë. Policia është për të mbrojtur qytetarët e Shqipërisë, nuk as për t'u fyer, as për t'u sharë, as për t'u dëmtuar. Kam përshtypje sepse po bën gjën e gabuar o kryeministri i Flamingove. Edhe gjëja e parë që po bën të gabuar është se po transformohesh në kryeministër të Flamingove, jo kryeministrin e shqiptarëve. Nëse je kryeministri i shqiptarëve, largo hartimet, largo skicat, largo fjalët e bukura, largo gjestet ndonjëherë të egzageruara të idiotit dhe merru me shtetërim. Me shtetërim. Bënë serioz. Bënë serioz jo se thot Sali Berisha, i cili është njeriu më pa serioz i botës, më kriminal, çka prodhuar toka shqiptare. Po bëhu serioz, ashtu si kundër kërkohet për të bërë. Deli Zot, atyre 856, po ta them edhe herë, 856.000 votave. Deli Zot atyre, ata kërkojnë që ti je shtetar, jo hartim shkrues, jo skicues, jo mësues vizatimi, as vizatonjës i situatës. Nuk kërkohet kjo prej kryeministrit të Shqipërisë. Kërkohet të bëj kryeministrin e Shqipërisë, njeriu e ligjeve, e zbatimit të ligjet, jo të thyrjes ligjit, transformimit të tij dhe kthimit në mesjet me marrëzira bese dhe idiotizma të tilla, të cilat pastaj e bëjnë edhe një super të pabes si Mariana Koçeku, t'i japi leksione bese. Edhe një mit pabes si i ke edhe aty në sheshk midis Flamingove dhe kudo në Shqipëri, njerëz të pabes, që pastaj të thonë ty o kryeministri më i pabes. Sepse sigurisht i provokon vetë. I provokon në mënyrë të jashtëzakonshme se me sa duket nuk heq dorë në një moment caktuar të shtetërimit nga provokacioni. Dhe provokacioni është një adoleshencë në vete, është një adoleshencë e vonuar. I kemi pas në përlagje gjithmonë. Ashtu ishin provokatorë që të vegjël, dhe në adoleshencë vazhdonin derisa bëhesh 50 vjeç, ai vazhdonte provokonte. Provokatorë të vegjël, djem lagje të provokues të vegjël, lapangjohës të vegjël. Edhe kështu ekzistonin. Ato nuk u merrshin seriozisht dot. Ç'a të them, miqtë e mi. Së bëmi herë, ato dy burra që kishim, sigurisht që bërqin burrat, kishin edhe ato mangësitë e jashtëzakonshme të tyre. Njëri prej tyre quhet Ahmet Zogu, që sigurisht nuk krahasohet me të tjetrin, Enver Hoxhën, sepse normalisht kishte më tepër shtet normal. S'pakut nuk i kishte rënë qaf as pronës, as religionit, as të drejtave në përgjithësi. Sepse për Enverin është kollaj pastaj, i marri vras të gjithë, duke fillu nga shokët e mi dhe përfundoi deri ke tjerët aty. Nga njerëzit e mi të familjes, nga kunatin e kudiun si që ka vrarë Enveri dhe nga të gjithë tjerët, se kam problem për asnjë. As kështu nuk bën. Po as si shteti Sali Berishës nuk bën. Dhe tash ka ardhur një moment që thuash edhe si shteti i kryeministit të Flamingove nuk bën më. Reflekto për 856.000 votat. Reflekto për shtetin e shqiptarëve, jo për pushtetin e Flamingove. Dhe sigurisht të reflektosh për Flamingot të ndarë nga Flamingot bukur dhe pastaj korba sorre e marrëzira të tilla që kanë të bëjnë me hartimet e adoleshencës së një kryeministri i cili nuk heq dorë kurrë nga marrëzira të tilla.